Sot përkujtohet 8 dhjetori dita e rinisë, që shënon 35 vjet nga protesta studentore të vitit 1990, lëvizja paqësore që i dha fund regjimit komunist dhe hapi rrugën drejt demokracisë. Kjo datë është shpallur festë kombëtare që prej vitit 2009, me vendim të kuvendit, ndërim të studentëve të dhjetorit të vitit 90 dhe gjithë të rinisë që u bë zëri kryesor i ndryshimit historik. Presidenti Bajram Begaj ka kujtuar sakrificën dhe guximin e këtyre të rinjve. Në një postim në rrjetet sociale, presidenti shpreh se çdo hap që ndjekim në rrugën evropiane nderon sakrificën e tyre. Më 8 dhjetor 1990, një grup studentësh dhe pedagogësh të universiteteve të Tiranës ndërmorën hapin vendimtar, duke u bërë iniciator të protestave paqësore që çuan në përmbysjen e regjimit komunist. Të organizuar ata marshuan nga qyteti Studenti drejt qendrës së Tiranës, duke mbledhur rradhëve të tyre gjithnjë me shumë qytetar. Brenda pak orësh shturma arriti rreth 1000 pjesëmarrës. Me thirrjen simbolike, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Të rinj kërkuan pluralizëm politik, integrim evropian dhe vendosjen e parimeve perëndimore të shtetit të së drejtës. Lëvizja studentore e vitit 1990 mbetet e vetmja lëvizje paqësore që ndryshoi rrënjësisht historinë e vendit.